o i gruja jeme, njeriu tha ka mundësi i falët gjunahi duke qenë ai në gjumë. Tha qish ka mundësi ai duke mi u falë gjunahi duke qenë në gjumë. Tha unë të kallëzoj tyje. Tha qohet një musliman falë namaznate, edhe i bërgjërohet Allahut dhe qanë me dënes, edhe i kujtojnë vëllezërit e tij të mirë dhe lutët për ta. Ata janë në gjumë, ki lutët për ta, Allahu ja falë të dive bashkë. A e ke pru punën ti edhe unë mu lutë dikush lutjet e tina? A ju ke kujtu dikujna në lutjet e tina? A ki mundësi dikujt mi u kujtu ti nëse i sil kesh me ta? Shiko si e ka lidhe Budar dhe me një ven këtë muhabet. Tha i kujtojsh dikujna shkaku i silës të mirë që e ke lan, a i qodh namaznate me fal, edhe i qon durt ka Allahu Gjelle Gjelalu, thot ja rab fale filanin që shumë miru ka sil me muhe. Ti e tu flet, të vjen duaja e tina pranohet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kallëzom një muhe, a ju ka shku ndërmend një herë mu lut për një njeri që o cilë keq me juve? A i kini qu dur të Allahu gjamë për dhe një njeri, për mu lut mirë për ta, sepse sjellja e keqe nuk len që dikush me bo dua për tyje. E kur ti e ki sjelljen e mirë, tha e Budarda qohet dikush natën, fal namaz, edhe i falën gjunat ai duke flet. Andaj shiko sa e madhe ka qenë pesha e moralit tek sahabët e